dhe ki qenë pjesë e Kuqezinëve edicionin e kaluam. Dhe kam pas knatësime kanë pjesë e vllazimit. Ajo është pa. Ajo është pa dhe me mënyrën se si ki lujt me shpirti, gjithmonë lunë me shpirt. Vllazimi e eliminoi Yllin në çeyrek-finalet të kupës dhe sfundmi përkundër disfatave nga ekipet e katërshës së madhe, do të thotë së pari Prishtina, Bashkimi Peja në fund edhe Trepça, ku këto dhe publikisht e kemi thonë, këto disfata nuk kanë qenë vetëm meritore për shkak të lojës në parket, po edhe për shkak të gabimeve të referëve, të cilat gabime kanë ndiku në rezultate. Të kësaj, megjithatë, përballja e cila hap Final Fourin e së vetëm të Ligës Unike do të jetë ndeshja midis Vllazimit dhe Yllit, i cili po e kalon formën me të vërtetë shkëlqyeshme. Si po e sheh ti këtë duel? Unë tham që Vllazimi është një kockë e fortë që është shumë vështirë që me a thy. Edhe e kena pa ditësh, the edhe vetë që këto hupjet që i ka pas me këto ekipet që i kena lanë mrapa janë kënë me shumë shkaqe të tjera, por që me të thonë drejten, në qo se na fitoj me Beslidhen, kisha pas qef me pas Yllin, vetëm që na ka mujt në eshen e fundit. Por që me meriton Vllazimi për mu. Me tonë ata që ka pas, që ka lanë mrapa, që i kanë bo edhe nështë edhe pa drejtësi, që s'më takon mu me i thonë, po e meriton Vllazimi me kënë. Arten?